Krenari po e shoh me lapsin e politikos që ka. Formulën e pasavo, a? E kom po, formulë. E pas ke vizatuar? Po. Kjo është formula Edhe ministrit e pas ka të. Ja, problemet e shifrukta. Certifikimi rezultatit zgjedhje 2014 e pas ke do kuadrate. Okej, me nismën edhe me PDK-n. She me nismën edhe PDK-n? Qa ke dashur tu është krenar? Hajde të flasim tani në... Shtu dy opcione janë. Me nismën edhe me PDK-n. Edhe apo Okej, hajde pak ta shpjego. Se kjo që ka edhe vizatimin e pas ke... Edhe me LDK-n mund... Kjo edhe Halil Matoshi ta kishte marrë lakmi, si piktor që është. Jo, zbohet me LDK-n se janë veç 79 vota. Okej, kush është LDK-ja po menon që i nimon vetës nëse rrin opozitë. Kush është kryeministër? Për çata? Gjasat që shumë të mdoja, i ka me siguri jo 100%, po i ka shumë të mdoja, Zoti Kurti. Zoti Kurti. Po. A ka opsion dikush tjetër tjetër? Me nismën mundet me bë qeverin. Mundet. Nuk bëme përjashtu. Po ndoshta kërkon Zoti Lima i të bëhet kryeministër. Ja, s'ka. Çka? Pse? Lajmi është që Vetëm pak, prit. Ka telefon me bë qeverinë e qëndrueshme. Prit. PDK-ja nuk e... Prit vetëm pak ta dëgjojmë krenarin. PDK-ja, unë shumë besoj që ka gabu në kohën e ponit që e ka dhonë si parti e parë pozitën e kryeministrit. U pendu. Edhe më duket që u kriju ajo kultura, nëse deli pari, veç ti ta kënë kryeministri. Edhe për që ata, kjo është arsyeja parë. Arsyeja dytë është, s'po do mu ballavaqsu me shto situata shumë të vështira, ju vetëm gjeopolitike, PDK-ja. Kështu që unë nuk besoj që ka me kërku kryeministrin, ka me kërku presidentin, edhe kryeparlamentarin, edhe s'di sa ministra. Tashti, me LDK-n nuk banë, se po dalin 79 vota. 79 skryhet me president. Plus LDK-ja po menon që tu najtë në opozit forcohet. A e ka gabim? A e ka gabim? Nashta e ka mirë. Nashta e ka mirë. Se ka shumë të tillë që thonë shpëtimi i vetëm për Abdigjikun është që të jetë në opozitë në çfarëdo variante. Kushtrim ka edhe komoditet, sepse ka komuna, ka kryeqytetin, ka Po vetëm ato komuna mund t'i humbësh. Edhe ajo është e mundshme, pas ja 2-3 muajve. Saktë është. Okej, ndolëm tek pjesa. Po jo kushtrim veç që po dalin 79, se s'kisha menuar kështu për LDK-n. Të kishin dalë të edhe, kisha thonë LDK-ja gjithsesi po do më nejt në pozitë. Po mes po dalin 79, tash e kanë çat luksin thojza me thonë janë. Me LDK s'bëhet, edhe nëse se presidenti kushtrim 79 s'bëhet. S'bëhet. Po 79 mundet, po dikush tjetër të shkojë ta voton edhe me nismën, po masena me 3 partive të vendosja nuk kanë se shumë do të pazore, s'din çu Menismën si do akomodohet, menismën duhet gjithçysh Fatmir Lima i të bëhet të qëndrojnë në kuvend sepse me qëndroj. Apo është Vesel Krasniqi. Jo, se nëse ta i heket i kandidati nismën. Nisma e ka luks veç një deputet me bu ministër. Se i ka 3. E Nenad Rashiqi jo 49, edhe këta i kanë 3, mundet Lima i mu bu diçka. Hajde tani ta shohim këtë variantin e kuadratit dytë, opsioni 2, Shala thot me PDK-n. Si bëhet me PDK-n? Përbes menoj kushtrim që Zoti Kurti kryeministër, edhe në fund këta e marrin presidentin edhe kryeparlamentarin PDK-ja. Po 50-50 nuk besoj që e ndojnë qeveri. Çfarë thot? Kryeparlamentarin PDK-ja edhe presidentin PDK-ja. Dy pozicione shumë të rëndësishme. Që këto po i pëlqen edhe Sadikut në këtë drejtim. Jo, është dëgju. Sadiku po thotë kam ja marr kryeministri. Jo, se PDK-ja unë shumë besoj që mund me verifiku. Krenar nuk thashën. Pendu në 2017 që Gazmova Sadik Gazmova. Krenar nuk thashën që ka me marr PDK-ja nëse në koalicion me VV-n, me ja marr kryeministrin. Po, jo thash. Jo, nuk thash. Unë thash një kryeministër tjetër. Okej, i vetëvendosjes. I vetëvendosjes. Në qoftë se PDK-ja pranon me me vetëvendosjen koalicion, ka me qitë kusht. Okej, po i bash po nuk pranon. She çfarë thot Krenari? Çfarë thot Krenari thot Kurti është i padiskutueshëm. I panegociueshëm. I panegociueshëm. Edhe një detaj tjetër që e përmenda më herët. Nuk është e jetën me marr pushtetin gjithçysh vetëvendosja. Do të thonë nuk është e jetën si PDK-ja në 2014 gjithçka ka me bu për me një qeveri. Vetëvendosja nuk ka më abu ashtu. Pra mund të shkojnë në opozitë. Mund të shkojnë. Hajde ka luksin për të shkuar në opozitë se forcohet në opozitë dhe këta rrëzohen. Për çfarë thotë opsionin e tretë opozita si mund ta bëj kur vetëm pak. Ka sfida opozita. Ridi, 3 parti opozitare atë sa vështirë me formu qeverinë.
S'është vështirë kur ka vullnet. Forcohet për zgjedhje. Vështirë bre kushtet. Vetëm pak, Se ka sfida, është shumë vështirë me majt kontrollin tripartit bre kushtet. Abdiqiku nuk shkon. Den ç'është janë përvojat më herë. Sa vështirë është me majt. Sa let mundën mu prish. Aden, kjo i konvenon Albin Kurtit. Apo kupton kushtet. Kjo s'vjen çështja e presidentit. Kjo janë zgjedhjet lokale. Partitë serbe kanë me marr veriun. Është një autogol për Kanë me marr? pa e marrin. Kush po Partitë serbe. Kush po thotë që kanë me marr? Po demokracia që është. Se po thu Kush partitë po thotë serbe. ndoshta do të jetë e njëjtë? A prape bojkotojnë po thua? S'ma merr mendja, jam pendu shumë që e kanë bojkotuar një herë. Ja, Po se thu? besoj, jo, po shumë forte që kanë up shumë. Kushtrema, ata kanë marrë zgjedhjet përgjithshme. Praktikisht. Zgjedhje përgjithshme po, po zgjedhje lokale jo, se ai thotë ai kërkon kushte. Praktikisht, a më folni drejt, qeverisë me let Kurti me ZDK-n apo me nda qeverisën me PDK-n? Me kë? Njëjtë, ma merr mendja. Jo, nuk Çu besoj. thonë ti? Është ma menaxhueshme LDK-ja apo PDK-ja? Politikisht. Po në ati aspektet të dyja të është Nëse probleme bëhet bashkë. qeveri VV PDK, PDK i menaxhon ministrat e vet, VV-ja të vetit. Do të thonë dy Bëhet një